që të ketë vend për gjithë, të ketë pasuri për gjithë, të ketë për të hangër për gjithë. Ja, vetëm një lloj rasa i ka kohë, që të haje pi. Tjerë, hizmeqarë toni, jo, vëllaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte shumë marrë për çështje. Edhe sa i ka pas pranë vetes nuk ka ditë t'i dallojë. Në atë kuptimin se ka jetë ka sjellje. Për shembull, ai mëzini që ka thënë gjithmonë ezanin pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Bilali ishte me ngjyrë zezë. Ai se donte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai donte pejgamberin shumë. Çohu Bilal thoshte, na freshtoi çik zemrat me ezan. Falim namaz, çohu Bilal thoshte. I zi ishte. Një tjetër që i ka nekë shumë afër, nga Persia. Nuk tha, që afër meje do t'jetë, tha, Arab, pora dhe me thonë shumë, Arab barë. Nuk tha, Arab që kanë pas pozitë, jo vëllaj, nuk tha. Afër i ka nekë vetëm ai që kishte devotshmëri. Absolutisht. Dhe një herë Abu Xheli, me ato taktiket e veta që kishte shumë, i tha, kam nërmen me të afru, me ardhë, me gjithë i grup tjetër, se këto ishin e parije Mekës, që i shkilëshin me kamë dhe njerëzit tjerë. Vetëm me ardhën e Islamit, ndryshoj dhe shko. E shtitun me ndryshu prapë, mu këtheja të ku kanë qenë gjahiljet. Po kanë përdja pa hajnë. Ndash Arabi, ndash non Arabi. Prapë du mu këtheja dhe. Du me i pa me inferioritet kështu. Ne jemi të kësaj, këti shteti, ne jemi këti shteti. Se kina ma shumë navë, jo, mësu ma ke navë. Mama dhe ku të ka thonë, për herë të funit. Tha, ke Zotit do të dalloni me devotshmëri, dhe jo me nafë, e me prejardhe, tha. I tha, largoje, tha Bilali për edhe. Ishte dhe disa tjerë. Ishin qenë sklever, halë qikat qenë ato. Largoje, tha, edhe të vem ne, tha. Jo, pa qa i tha një gjithë tjetër. Ja pa të them, tha, se këto të tjenë dhe shoqëria ime e dinjos, edhe shoqëria akiretit. Këta komër të pasar atjetër. Edhe këtu në dinjon, dhe të t'i kemë shok, edhe atjetër. Edhe ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qatë kini atë në safë, thot këtë grahu, inshallah do t'a kini dhe atjetër. Gjëne. Pra, absolutisht, mu dalu, mu shaku. Dhe gratë kështu, unë jam gruja filonit, kam prejar dhe fisi, jam gru deputetje, po gru ati që kam pas pushtet, i që kësi, kësaj të rrëgjë. Jo. I që kësaj. Mas me ndo, se ti e gruja ma mirë, ato e ngradë ma këtije. I që kësaj të rrëgjë. Po shif, qërgat mirë, doja mush me marë. Shif se saj të vosh me jetë. Mas e shaj, mas rafendo, sepse dënimi do tjetë e vrajë. Allahu që në gjëllë thot, ini tjilë lezër, dhe kini kujdesë. Ini tjilë lezër, kini frikë Zotit. Afrohuni, masë shkatroni dhe masë pashtroni një një tjetër. Allahu në rujtë nëse ka dikush në i t'i qka, që e ka të qefë zemrë në di. Për tjetërin, absolutisht jo. Edhe që ose është i keqa i, që s'ka iman, s'ka besim, tregoje besimin të atë kaj, trego vetës të kushje. Bohë pasyrë, që shifët pasyrë dojë, vëllaj edhe, po që ka për të bohë, që si kjo është në ato të mirën, që i rrë njerëzit si pashtronë, si edhe me Zotin mirë, kështu që ka për të bohë pasyrë kaj. A i nëse të shefë që ti bohë të sopash me atë fisit të aty do më ndallohu se kushjetin, s'ka pikë. Edhe hajtë të leni, thë se këta e në të maru. Edhe e vërteta kështu është. Allahu në fatë në me shirau tjetë. Përqëndroni, rujeni shokun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thënë, mos e tratoni, mos e spiononi, mos e mashtroni, mos e poshtroni, majni afër, rujeni pasurin, rujeni trupin, rujeni çdo gjë të ati, sepse çdo heshtër ka thonë ai hesh me Zotin, me kohë ka i palës. Të më qefë trupin e ti. Ti mund të mendosh që ky është maj marovi forme, jo. Kur mos e mendoj kështu, kështu s'mendoj pejgamberi, po kështu thotë edhe Allahu mos mendoni. Pra rujeni, mbrojeni, edhe asnjëherë mos thoni që unë jam mbi të gjithë, unë jam maj mirë se të gjithë. Allahu ja Rabbi me hek të lloj smuni, edhe na bën ashtu sikur ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ابراهيم صلوات على پیغمبر صلی الله علیه وسلم